Po dojle. S'ka problem. Tërshana u blu mirë. Tu vetëm tërshana me arroret. Po. Normalisht për shije munden me qenë lejthia, badem, kujdes. Pas dëshirës. Tash kemi edhe hurmet me qumshte. Prap detyra, Saranda. Detyra e. S'po më i Prap manku se detyra. tani s'mo i mi hangër këto ushqime. Diçka tjetër zoj. Qa vistor do Në të këtë recetë të biskotave që po kryojmë, nuk do me thonë që pa tjetër dune me i bo këtë recetën me jogurtin grek. Mundën me i konsumu edhe me një qaj, por na për shkak të recetës virale. Edhe realisht për shkak kërkesës të shumë dhe që na kanë shkrua bën me ungëra, është e shëndetshme, a guxohem. Ajo që shini nuk është e pesh. shnetshme. Ajo po, ajo që shton pesh. Po kjo edhe ka shijen se unë e provova. To realisht me gjithë të vlera ushqyse mund është me konsideru si vakë, për shembull të mëngjesit ose një mesvakë, për shembull gjatë ditës, me që ju mbromje, se prap ka sheqer natyrale. Ma herët me në intervjistën kër e pata me doktorin Besnik Ismaili, kur ai tregonte se këto nuk bën me konsumu, këto nuk bën me konsumu, tash për paramenaj shikus, tash të thonë e qka me hongër na. Edhe ty, Lena. Po, Lena thot nuk bën, po tani unë e tregoj i të da shujt, po s'na nginim, reka që. Nese, një shujt e mëngjesit, thashtu që mëngjes besoj njëjtë, qyshe kena burnë ose najtë tas kefer ose diçka, njëjti. Ose nuk ja hurmja me qomsht është një shujt për një sifër, se jemi afër Ramazanit. Fiks edhe për sifër bën shumë. Përgjithësi edhe kjo, për sifër bën shumë, kish me qanë zgjidhje e mirë. Qalë pikiriku. Ta shështlujmë gjalpe. Dikon 2-3 Gjallpa lukë. pikirikut mund të jetë pjesë e rutinave tuaja, po normalisht jo me të kru. Ka proteina, ose të mësa tha që ushtrojnë, ose që kanë aktivitet fizik pak ma të shtume, proteinat bimore. A të duhet që kjo malin? Jo, nuk ndu. Jo.